së bashku në studion e emisionit Bajramit me tema të ndryshme. Tani në vijim kemi të ftuar Imam Nadir Bajraktarin, një herët edhe magjistër i teologjisë. Faleminderit që pranuat vinin nga Tuzi në ulqinin tonë. Është kënaqësi për mua të jem pjesë e emisioneve tua dhe të jem në mesin tuaj. Ne sot kemi përzgjedhur një temë të bukur, është ushqimi i shpirtit në Islam. Çfarë nën kupton ta ushqim shpirtin në Islam, të hymë drejtën e temë? Po, njeriu si njeri përbëhet nga 3 komponente, të cilat duhet t'i ushqej ai. Kjo që është më një ura e shpirtit. Në fakt, për të cilën do flasim, kemi komponentin tjetër që është trupi, më pas mendja edhe shpirti. Nga këto 3 komponente përbëhet njeriu, të cilat kërkojnë të gjitha, kërkojnë ushqimin e vet. Për trupin ne di se kërkohet ushqimi i caktuar, të cilat janë ushqimet e rëndonta, me të cilët ushqehet njeriu, por Zoti xhaleshanu edhe lidhur me këtë bën apel që ai të ushqehet nga më të mirat. Wa kulu washrabu min tayyibati ma razaqnakum. Zoti xhaleshanu në Kur'an famlar tek sura Al-Baqara thot: hani dhe pini nga ato të mira që u kemi dhënë ne. Ne dinë se në përditshmëri doktorët edhe medicinat, forta ndryshme apelojnë që njeriu të ushqehet shëndetshëm, në mënyrë që të ketë trupin e shëndetshëm. Edhe ndaj kur ushqehet shëndetshëm ashtu siç e urdhëron Zoti, e ka trupin e shëndetshëm dhe mirë. Po të kalojmë te komponenti i dytë, i cili është mendja. Me çfarë ushqehet mendja? Njeriu ushqehet mendjen e ushqen me dituri, me lexim, me informata të bukura dhe të mira. Edhe pra kohë sa njeriu e ka mendjen e shëndosh, gjithë jeta t'i ecë mirë, pse i ka mendimet e mira. Edhe mendimet ndikohen te ne, ndikohemi nga leximet, nga informatat e ndryshme, qoftë lexime ato informata dituri fetare, apo dhe jashtë fetares që janë të dobishme për njeriu edhe për njerëzimin mbar, për shoqërinë, këto të cilat ndikojnë drejt për drejt. Kurse ushqimi që është më i duhur për njeriu, e që ai është komponenti i tretë, është ushqimi i shpirtit. Edhe shpirti nuk ushqehet as me nga këto dy, as me një nga këto dy, por ushqehet me diçka tjetër. E që ushqimi shpirtëror, se shpirti në vete është i pavdekshëm. Shpirti si shpirt, trupat vdesin. Shpirti është i pavdekshëm. Edhe për shpirtin ai kërkon një ushqim hyjnor. E cili është ushqimi hyjnor? Ushqimi hyjnor janë adhurimet, të cilat Zoti na inspiron, çfarë të veprojmë, si të veprojmë edhe të hyjmë te adhurimet. Me njeriu me fjalët më të bukura që është fjala hyjnore, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dhe të ngjashme me to, këto janë ushqim për shpirtin tonë. Njeriu çdo herë ndjen zbrastësi apo një boshllëk në shpirt, ata të cilët nuk janë afër besimit, thonë kom shijuar shumë kënaqësi, kom shijuar shumë e shumë jetë, kom bërë qefe të ndryshme, thotë, po përsëri ndjen një boshllëk, sepse ai ka ushqyer ndoshta edhe trupin, edhe mendjen, por akoma ushqimi shpirtëror i mungon. Edhe për aq kohë sa i mungon ushqimi shpirtëror, është pak si iman këtë njeriu. Edhe i thashë që duhet, do të thonë patjetër ushqimi shpirtëror. Cilat janë në fenë islame, le të themi, ato pika që ne duhet i plotësojmë për të pasur këtë ushqimin shpirtëror? Po ushqimi shpirtëror Zoti tek sura Al-Fat, që është surja hapjes, Zoti përshkruan një ndër ajete dhe thotë: "Hualladhi unzila as-sakinata fi qulubil mu'minin", është Zoti ai i cili zbret qetësi, paqe, rahati në shpirtin e besimtarit, e këtë zbret pra përmes urdhave të caktuara, qoftë ajo namazi, qoftë ajo kur ishte Ramazani, qoftë zakati, të ngjashme me to, të gjitha adhurimet janë ushqimi i shpirtit. Çdo lloj adhurimi drejt për drejt është ushqimi i shpirtit. Leximi i Kuranit famlar është ushqimi i shpirtit. Po dhe veprimi që jemi tani në këtë festë të begat të Bajramit është ushqim. Çdo lloj veprimi që bën njeriu për hir të Zotit është ushqim. Edhe bërja kurban është ushqim. Edhe vizita madhështore e Qabës që po bëjnë haxhilerët, këto kohë është ushqim për shpirtin, ata mbushen me iman, mbushen me besim, thotë më është mbushur zemra thotë plot. E kam zemrën e madhe, u kënaqja kështu, përse? Sepse është duke ushqyer shpirtin. Edhe në momentin që ushqyer shpirtin ai kënaqet. Ndaj edhe potencon Zoti thotë pra hualladhi unzila as-sakinat. Nuk jem unë ti tjetër. Zoti është ai i cili përcakton cili është ushqimi shpirtëror. Edhe përmes marrjes së ushqimit shpirtëror njeriu kënaqet. Te këto duhet potencojmë se edhe krahas adhurimeve është një ushqim shpirtëror ndryshe. Cili është ushqimi shpirtëror ndryshe? Bamirësia. Kur i bën mirë dikujt, ti kënaqesh. Çfarë ti nuk je duke ushqyer vet, se tjetrin po e ushqen, apo tjetri po jep ndonjë sadaka, apo i bën ndonjë të mirë, ti ushqen vetveten tënde, e ushqen shpirtin. Përmes çfarë ushqen shpirtin? Ne dimë shpesh kemi dëgjuar që të tjerë thonë se ai i cili merr, thotë e mbush dorën, kurse ai i cili jep e mbush zemrën. Pra është fjala e mbush shpirtin. Se e mbush ato boshllëqe që i mungojnë. Çdo njeriu i kom parë, kom raste të ndryshme të cilët kam qendruar me milioner,
të cilët kanë qenë shumë të pasur, në momentet thotë që kom dhënë, u kënaqja thotë. U kënaqja thotë, kur do ketë ndonjë apel tjetër, kur do ketë ndonjë diçka tjetër, bamirësi tjetër që të aktivizohem dhe unë thotë se po ndjej kënaqësi thotë te kjo pjesa e bamirësisë së caktuar. Çfarë bëjmë, si e bëjmë. Tani te këto, në Bajram, ne shumë e mirë e përmenda në fillim dhe thash që i kemi adhurimet e caktuara. Edhe vetë flijimi i kurbanit na vjen një trashëgimi shumë e madhe. Edhe duhet dim lidhur me ushqimin shpirtëror, duhet dim se besimi e ofron ushqimin më të mirë dhe më të pastër shpirtëror. Se si te ushqimet e trupit që mund të kemi ushqime negative. Se doktor në momentin që thotë i ushqyer thotë gabimisht. Përsi ushqyer gabimisht thotë trupi nuk e ke të shëndetshëm, ke rrezik. Çdo lloj smundje që vjen nga keq ushqyerja. Qoftë në ato smundjet trupore, qofshin ato shpirtërore, mendore, pse dikush ndonjëherë bën depresion, pse nuk e ka ushqyer, mungesa e shumë, e ka lënë të etur edhe pa ushqim shpirtin edhe bjen depresion, pse i ka munguar shumë, mungon shoqëria, mungon tjera tjera, të cilat janë, ja thash se jo çdo herë adhurimi është drejt për drejt, ka dhe jashtë adhurimit pra ushqime shpirtërore që i përmendën bamirësitë, shoqëria me njerëz të mirë, se disa njerëz, një nga poetët i përshkruan bukur thotë, disa njerëz thotë për ty janë shok, disa për tjerë për ty janë ilaç, për ty janë shërim, vetëm thjesht muhabeti me të, shikimi me të, qëndrosh të pish një kafe, pse thotë kam nevojë ndonjëherë të pish një kafe, thjesht me shoqërinë të pish një kafe, edhe ajo e mbush pak, i jep njeriu ushqim shpirtëror, e që është kjo e te ne tani këto shoqëritë dhe afërsia shtohet në Bajram. Dhe kjo është një ushqim shpirtëror i qelluar, i duhur, që njeriu në kënaq. Edhe kjo kënaqje atij bën që ai të jetë i lumtur, i rehat, ndjej paqen brenda vetes, edhe kur ndjen paqen brenda vetes reflekton edhe tek të tjerët, sepse edhe ata që rrinë me të ndihen më mirë, ndihen më bukur, ndihen më rehat edhe e shikojmë shumë gjëra. Pra festat, siç është Bajrami këto, janë një ushqim i duhur shpirtëror, se na kënaqin neve, na afrojnë me të tjerët, edhe e mbushim shpirtin. Pra, të ngopur, jemi të ngopur dhe kënaqemi shumë. Tani, diçka tjetër që duhet bëjmë kujdes tek ushqimit shpirtëror, sepse sot në modernizim edhe po afrohen shumë ushqyerjet jo të duhura, të themi, edhe nga aspekti shpirtëror, edhe nga aspekti i mendjes, sepse ka shumë informata të cilat i bëjnë dëm njeriu, komponentit të dytë që e përmendë që është mendja, e cila duhet ushqyet me lexim, me studim, me dituri, në momente që jepet dituritë e gabuara, dëmtojnë njeriu përsëri. Nëse shikojmë lajme të gabuara gjithë ditën, psikologët e vërtetojnë thotë, ky thotë duhet distancohet automatikisht nga lajmet e gabuara. Unë shpesh i kritikoj ndonjëherë të Shqipërisë drejt për drejt, sepse lajmet e para janë bombastike. Pse ata kanë atë favorin e vet, shikueshmërinë, views edhe të ngjashme me to thotë edhe i shikon lajmet kryesore bombastike dhe ato të cilat në fakt ndikojnë për keq tek mendja jonë, sepse nuk e lën ushqim, nuk është ushqimi i duhur për mendjen. Ushqimi i duhur për mendjen është negative. Edhe në momentet që ushqehet njeriu me dituri të pastër, qoftë ndonjë roman, qoftë ndonjë libër i caktuar i cili na ushqen, ndjen rehatim paqe, kjo është e duhura. Po edhe rrezikshmëri tjetër kemi edhe tek ushqimi shpirtëror. Tek ushqimi shpirtëror ne në momentet që kalojmë dhe kërkojmë, si themi, atë adrenalinën, se dhe adrenalina është pjesë e ushqimit shpirtëror, se njeriu e kërkon adrenalinën. Por adrenalina ndonjëherë arrihet përmes adhurimeve, përmes punëve të mira të ngjashme me to, por e ka edhe një negativitet, cili shpirti dhe nefsi këtu dallojnë. Sepse nefsi kërkon adrenalinën në gjërat e gabuara. Edhe në momentin që kërkojmë gjërat e gabuara, larg shoqënisë qofshin ato apo drogat të ngjashme me to, pijet e narkotiket të ngjashme me to, pra ato ndikojnë shumë keq për shpirtin. Edhe zhytet njeriu në disa gjëra të cilat dëmtojnë shumë shpirtin. Edhe në momentin që të vjen, thotë i tillesh, thotë, pse ka ardhur, pse kemi rënë, thotë, shoqëria apo rinia apo fëmijët që në këtë moshë thotë kanë rënë në një lloj, ashtu quajmë, depresioni, sa ata s'kan bëjnë me depresion drejt për drejt në fakt, por ngarkesa me gjëra të gabuara apo ushqimi i gabuar i shpirtit sjell deri te këto. Kurse ushqimi i qelluar i shpirtit, cili është pra ajo që na urdhëron Zoti, ajo që na mëson Zoti. Si të bëjmë adhurimin, si të shoqërohemi, si të festojmë festat, si të jemi më afër njëri tjetrit, si të shkojmë, se çdo ritual te ne është i qelluar. Edhe unë them çdo herë, pavarësisht se ndoshta diku i ngel hatri, unë them një Zot është, një fe është. E dini pse? Sepse të gjithë profetët, qoftë Isa, që sot është i cilësuar sikur krishterizmi, mbas të Isait se besojnë vetëm atë pejgamber, apo qoftë Mojsiu, Musa alayhis salam, që kemi jehudit, hebrejtë, e të ngjashme me to, pra në fakt realisht të gjithë janë nga fet, apo siç e quajnë edhe ata, fet abrahamike, vijnë nga Ibrahimi alayhis salam. Të gjithë janë një.
Por dallimi mes nesh dhe tyre është la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Zoti na përshkruan Kur'an cilësia e muslimanëve, besimtarit vërtet, thotë ne nuk bëjmë dallim nga asnjë nga profetët. Edhe këtë e demontojmë më shumë në festat tona. Por shikosh Bajramin, e kemi pra thirrjen e Kurbanit. Nga kush është? Është drejt për drejt nga Muhamedi alayhis salam? Nuk është vakt. Ja. Është nga Ibrahimi alayhis salam. Nga ato fetë që vetë po pretendojnë që janë abrahamike, duhet ta ruajnë atë. Se profeti Ibrahim alayhis salam na silli çdo herë shëmbulltyrën më të bukur. Edhe donte aq shumë të flijonte për Zotin që edhe djalin e vet, por Zoti nuk donte këtë. I tha vetëm doja që të provoja sa do jesh ti afër meje. Sa do kërkosh ti nga unë. Qoftë ajo, qoftë ndërtimi i Qabës, që u ndërtua dhe në fillimet e takimit na kthej në zanafillën e besimit të njeriu, që është nga njeriu i parë, qoftë Ademi, Hava, edhe etapat e ndryshme të jetesës së kësaj bote dhe popujt të ndryshëm, të gjitha kanë një varg e cila është i ndërlidhur me kë me Zotin, sepse Zoti i çoi të gjithë pejgamberët. Të gjithë janë pejgamberët e Zotit. Prej Ademit alayhis salam e deri tek Muhamedi alayhis salatu wassalam, që është Muhamedi, është vula e profecisë. Të gjithë janë, po ti shikosh, të gjitha janë. Edhe Qabi u ndërtua, ne dim kur u ndërtua, kur u ngritën themelet, ku ishte tufani të pjesa Nuhit alayhis salam, kur u përmbytej gjithë bota, edhe historiku i të gjithëve, pse na përmend Zoti në Kur'an, na i përmend për të na ndërlidhur, për të na treguar se gjithë jeni në fe. Vetëm që duhet ndjekni rrugën e Zotit, duhet ndjekni udhëzimet e Zotit. Se në moment që dalim nga udhëzimet e Zotit, pastaj çalojmë tek këto gjëra tjera. Pastaj mungesë shpirtërore, mungesë kjo, mungesë ajo, jo spiritualitet, jo njerëzit kërkojnë ndonjëherë jo për yoga, jo për gjëra tjera, pse mungesë e shpirtit, mungon diçka tjetër. Sa njerëz të cilë kanë pranuar Islamin më pas, që sot është bërë shumë e famshëm, alhamdulillah, që po shkojnë drejt udhëzimit, kur e pranojnë besimin islam, thotë, kam gjetë një paqe, kam gjetë një krahas, një qetësi dhe një ushqim shpirtëror, thotë se nuk e kam pas asnjëherë deri më sot. E gjen atë, sepse e gjen është ndërlidhur, ndaj po them, edhe te festa që po festojnë sot. Ishte dita më e veçuar, dita më e bukur, më e veçantë që ishte pra dita e Arafatit. Dita e Arafatit na rikthen në historikun e parë të Zanafillës, ku ishte Ademi dhe Havaja. Ato u takuan në Arafat. E dim që është një kodër, atë që quhet pra, kodra e Arafatit, ku të haxhilerët përkohësisht mbledhen aty dhe adhurojnë Zotin. Dhe është dita më e veçantë, më e bekuar, në të cilën Zoti i fal njerëzit. Po dhe ajo ndërlidhet përsëri jo me Muhamedit alayhis salam, por me pejgamberët më përpara, duke nisur nga Ademi alayhis salam, më pas ritualit të cili bëri Ibrahimi alayhis salam, edhe u trashëguan deri më sot tek Muhamedi alayhis salam, edhe ata të cilët pasojnë rrugën e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, e që janë të gjithë muslimanët, të cilët veshën në të bardha, simbolizojnë nënshtrimin ndaj Zotit, dorëzimin ndaj Zotit, që kemi ardhur që ti të na falësh o Zot. Edhe veshin vetëm ato rrobat e bardha, për treguar që nga kjo botë nuk merr asgjë. Nga kjo botë qëllimi kryesor është që ti afrohesh me Zotin, ti jesh mirë me njerëzit, edhe këto të gjitha reflekimet e të ngjashme me to na kthejnë në një zanafillë e cila është besimi i pastër. Besimi i pastër në Zotin, edhe të gjitha vijnë edhe gjejmë kënaqësitë shpirtërore dhe trupore, të gjitha i gjejmë aty në besimin tonë. Sa është e rëndësishme lidhja me vetë Allahun për të zbrazur ndoshta këtë negativitetin, këto gjëra që nuk na lejojnë ta mbushim shpirtin. Po në moment e Zoti e përmend tek pjesa e namazit, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Zoti e përshkruan se e përmendot që një nga ushqime shpirtërore është edhe namazi. Namazi na përcakton edhe thot Zoti në Kur'an që namazi është ai që të largon nga gjërat negative dhe të pastron. Me çfarë të largon nga negativiteti edhe me çfarë të pastron është përmes namazit. Ti ndoshta ke bërë shumë gjëra, ke bërë shumë mëkate, edhe është çasti kur njeriu i nënshtrohet Zotit, lidhet me Zotin, sepse vetë namazi, as-salah, do të vjen nga fjala sil, që është lidhshmëri me Zotin. Në momentin që lidhet ai me Zotin, në momentin që i kërkon prej Zotit paqe, i kërkon që t'i largojë, edhe në momentet disa hadithe përshkruhet që në momentin që bie në sejdë, njeriu në momentin që bie në sejdë, thot i bien të gjitha gjunahet, i bien negativiteti, ajo depresioni, këto gjëra të cilat ato pastrohen përmes namazit. Se namazi është një si themi, siç quhet i pejgamberi alayhis salam, është si një lumë që tha. Po të lash 5 herë në atë lumë, tha, a do ngelen ndonjë papastërti, a do ngelen ndonjë negativitet, ndonjë diçka që nuk është pozitive, nuk ngel asnjë, pse pastrohet njeriu përmes namazit, edhe në aty e gjen paqen, e gjen qetësinë, edhe rikthehet Zotit. Në momentin që pra rikthehet edhe gjen paqen përmes këtyre. Edhe çast më i mirë për mua që e quajmë edhe të çditëtar që e quajmë për të pastruar nga negativitetet, edhe nga mëkatet, sepse mëkatet janë një barë te ne.
është pra dita e Arafatit. Është dita më e veçantë që këshillohet që njeriu nëse s'ka mundësi ditët e tjera që Dhul-Hijhes të agjëroj, s'paku ditën e Arafatit të agjërohet. Pse në moment që njeriu agjeron ditën e Arafatit ka premtuar Zoti që do ja fal mëkatet, gjunat, negativitetet që sido që ti quajmë ato, se në fakt të gjitha janë ndërlidhura me njëra tjetrën, ndonjëherë thjesht ne vetëm nuk e dim ta zbërthejmë atë se aq fe mallështore është feja jonë, që për çdo çfarë themi ne gabim, problem, kështu ka një zgjidhje çdo herë gjejmë zgjidhjen te Islami, te besimi i pastër i Zotit. Çfarë duhet t'i japim edhe t'i marrim festës së Kurban Bajramit që pasurohemi më shumë shpirtërisht, edhe nga kjo dua të bëj edhe një nënpyetje me të që a ka le të themi një rënditje se cilat janë gjërat që na pasurojnë më shumë shpirtërisht, më qenë se përmendëm namazin, le të themi, a mund ta rëndisim ndoshta tani namazi, leximi i Kuranit, dhënia e një sadakaje, a ka një rënditje? Po, e ka rënditjen për faktin se e dim që është namazi i Bajramit, e dim që është Kurbani dhe gjitha, edhe pejgamberi alayhis salam na ka treguar dhe na ka thënë që asnjëri nga ju të mos bëj kurban akoma pa u falur namazi i Bajramit. Domethënë duhet presim ata të cilët janë në shtëpi, përgjithsisht zonjat apo të tjerë, duhet presin një herë që të mbaroj namazi i Bajramit, që falen te ne falen në fakt meshkujt, në përbot falen të gjithë, edhe meshkujt dhe femrat falen në përsheshe, edhe presin që të mbaroj namazi, lutja, se te ne çdo edhe festat i kemi me adhurim. Edhe festat e nisim me një nënshtrim ndaj Zotit, me një adhurim i cili na freskon, është si një trajnim për neve, e cili na freskon e më pas kalojmë tek Kurbani. Kurbani pra vjen pas namazit të Bajramit. Pasi bëjmë Kurbanin, kemi përsëri tjera bamirësi që përmendë qoftë sadaka i qoftë tjera, sadakat vijnë si pasojë asaj që ne kemi bërë kurban për hir të Zotit, na ka mësuar pejgamberi që edhe kurbanin ta ndajmë, pra, ta ndajmë në 3 pjesë, të themi ndarja e kurbanit bëhet në atë formë që një pjesë e lëm për vetën tonë, për familjen tonë që të shfrytëzojmë dhe të kemi atë bereqetin e kurbanit që kemi prerë, vetëm për hir të Zotit, ka bereqet tek ai mish i kurbanit. Edhe ai këshillohet që të ushqehemi me të dhe të hahet në ditët e Bajramit, fakt. Nuk është qëllimi që të rezervojmë, bëjmë rezerva për gjithë vitin. Jo, është Kurbani pritet për Bajram, për hir të Zotit, dhe për arritur qëllimin kryesor është që ta shfrytëzojmë edhe të ushqehemi me mishin e Kurbanit në ditët e Bajramit. Etapa e dytë që është pra e ndarjes, një pjesë ta me lëm për vete, pjesën e dytë e lëm për të afërmit, e çojmë, këmbejmë te njëri tjetri ushqimin, edhe pjesa e tretë është si një sadaka për ata të cilët kanë nevojë, për njerëzit në nevojë, për të varfrit, pra të gjitha festa po të rendisim nga namazi, nga Kurbanin, nga sakrifica, pas ndarja, buzëqeshjet, mbas këtyre, pastaj vjen edhe vetë takimet e shumta mes njëri tjetrit, buzëqeshjet, muhabetet, ngrohta, vizitat të njëri tjetri për Bajram, të gjitha pra këto e kanë një rënditje, se çdo herë kur marrim një udhëzim të caktuar, kur është udhëzimi i mirë, gjithçka është në rregull. Qoftë si për ushqimet që thash, në 3 komponentë, nëse ushqehemi siç duhet trupin, jemi në rregull. Nëse kërkojmë nga doktori çfarë të ushqejmë, si të ushqejmë, jemi në rregull. Po do ndikush shkojnë në palestra, ka dalë tha avash se ke bërë veprimet e gabuara. Pse duhet ndjekim udhëzimin që të jesh në formë. Edhe po ndjek udhëzimin je shumë në rregull. Edhe tek pjesa e dytë, pjesa e tretë, të gjitha udhëzimin nëse ndjek siç duhet, gjithçka është në rregull pra, edhe te pjesa e ushqimit shpirtëror duhet të ndjekim pra udhëzimin për të cilën bëre ti pyetje, ishte shumë pyetje qelluar, pra, të cilën na ndihmon shumë pra për të arritur ushqimin shpirtëror dhe paqen që na kërkon vetë Zoti përmes Kurbanit dhe përmes festës së Bajramit. Si mund të arrijë besimtari të hjek ndoshta negativitetin nga vetë mirëqenia e tij? Negativiteti heqet, e thash, edhe përmes sadakave të ndryshme. Sadakaja është e përcaktuar sikur i largon negativitetin, i largon belat. Ka thënë Zoti xhashanu përmes pejgamberit alayhis salam, kur na thotë jepni sadaka dhe ruajini vetë, thotë, edhe shërojini, thotë, edhe smurit tuaj përmes sadakas. Domethënë, edhe që të ruhet nga belat, është drejt për ka hadith që na ruan, ka hadith që na largon nga negativitetet, na largon gjërat negative. Edhe pra e treta është që i shëron të smurit, do ka pas ndërmend që të kaplojë ndonjë smundje, diçka për sadakan që ke dhënë ndaj dikujt, bëhet sebe pra që Zoti ta largoj ndonjë smundje, ta largon ndonjë breng, ndonjë hall, ndonjë problem. Kjo përmes sadakas pra është e këshilluar më shumë, sadakaja pra adhurim pas adhurim, por sadakaja është e përcaktuar më shumë pra për largimin nga belat, fatkeqësitë, e ngjashme me to, këto përmes sadakas
sepse Zoti na don që neve të lumturojmë të tjerët. Zoti nuk don që të jemi vetjak, nuk do që të jemi pra të vetësohemi vetëm për vete. Don që të jemi qenie humane, shoqërore, sociale, që të ndajmë me të tjerët, nëse kemi ne, ndaj edhe shtylla e besimit është pra një nga shtyllat e besimit, që është edhe haxhi, edhe namazi këto, është edhe zakati, pra që të pasurit t'u japin të varfërve në këtë mënyrë që të gjejmë pra paqen dhe harmoninë mes njëri tjetrit. Të jemi human. Po. Por jo gjithmonë ndoshta njeriu është më i miri asaj humanizmit, flas. Pendimi. Sa arrin pendimi? Ndaj një vepre të gabuar që ke bërë, je penduar, sa arrin ky pendim të boshatis atë të keqen? Pendimi pendimi është i domosdoshëm, për faktin se njeriu mëkatet që bën janë sikur një kodër. Pejgamberi e përshkruajti edhe mëkatet e vogla kanë thënë janë të rrezikshme. Përse ja Rasulullah i thanë, është fakt në tha sikur zalli tha. Një nga një bëhet shumë tha. Dhe kur bëhet një ton, një kubik, që i thotë disa bezall, me pas a mund ta hiqësh me një dorë, nuk mundesh, pse duhet mjete të caktuara për largimin e atyre negativitete, e që pendimin e don këtë. Ama duhet që të jetë pendimi i sinqert. Zoti në Kur'an e falat e kërkon këtë pendim dhe thotë tubu ila Allahi taubatan nasuha. Pendohuni tek Zoti me një pendim të sinqert. Se në moment të gjithë kemi gabime, të gjithë jemi gabimtar, të gjithë ndoshta mund të humbim rrugën ndonjëherë, sepse mund të devijojmë. Zoti edhe tek çastet kur përmend Arafatin, wa idha fattu min Arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Zoti përmend thotë edhe nëse ju më përpara keni qenë të devijuar ndonjë devijim, njeriu kurkush nuk është perfekt. Edhe namazi është për pastrim. Edhe ata të cilët shkojnë në haxh, që po mbi rastin tani që të flas, mos ti mendoj që janë perfekt. Edhe haxhiler të gjithë janë njerëz janë sikur ne. Mos mendojnë që po shkojmë në haxh tani edhe po gjejmë të gjithë, qofshin ata arab, qofshin jo arab, qofshin spanjoll apo amerikan, gjerman, ai ka pranuar Islamin. Edhe është rikthyer dhe po kthen, po shkon të gjej paqen. Nuk do të thotë që është perfekt. Mund të ketë atje gabim, mund të ketë se gabitar jemi të gjithë. Edhe momente për pendim shkojnë edhe aty njerëz që të kryejnë një ndër shtyllat e Islamit, por për të penduar Zotit. Në moment që i pendohet Zotit, Zoti e pastron. Edhe këtë ka argumentuar pra përmes hadithit ku pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë taibu min adh-dhanbi kala dhanbala. Personi i cili pendohet, thotë nga gjunaj është sikur të mos ketë më gjuna. Pra e largon negativitetin, që negativiteti janë mëkatet, janë barra jonë që thamë, në momente që nuk u barazua, nuk u pastrua me një pendim, ajo ngelet, ai ndrysh ku do ngelet aty, duhet një pendim të Zotit. Dhe në momente që ndjejmë keqardhje, edhe keqardhja vetë është pendim që i kthehet Zotit, dhe Zoti na pranon të atill që na pranon pendimin, edhe na rifreshkon, na bën një rifresh për të vazhduar edhe për të pastruar me paqe, për të gjetë paqe dhe rahati. Nga shembujt e profetëve, tani nuk do të flasim konkret për therrjen e kurbanit, por për festën e Bajramit në përgjithësi, si duhet, çfarë mund të marrim nga disa shembuj të profetit? Si duhet të sillemi ndoshta në një ditë feste në Islam? Dita e festave janë padyshim për të gëzuar, për të lëndëruar, edhe ndër tjera, është edhe pjesë e sakrificës që bëhet. E thash sakrifica, jo çdo herë gjërat që ne na duken vetëm për logjike, janë çdo herë që mendojmë ne se jo kështu duhet, ashtu duhet. Prandaj udhëzimi është forma më e mirë, se njerëzit po morë udhëzimin e caktuar e ketë mirë. Po morë udhëzimin që është nga profetët, se Ibrahimi alayhis salam nuk e bëri nga vetvetja, po jeri në ëndër i erdhi ajo inspirimin nga Zoti që thotë do bësh kurban. Edhe një herë mendoj që është ëndër nga djalli, sepse dhe ëndrat janë të ndara. Po profetit i kanë pas ëndrat pra të veçuara, wahyi i kanë pas shpallje nga Zoti. Një herë, dy herë, herën e tretë është diçka që ka vërtet po porosit Zoti me diçka që të kryej një porosi nga ai, edhe mori vendimin që të bëj kurban. Edhe Zoti ja sjellë dashin edhe i tregoi përmes asaj që kjo do jetë ajo simbolika. Por nuk duhet jemi nga ata të cilët ta shikojmë me syrin që jo po therret kurban apo jo po bëjnë diçka negative që po therret kafsha. Nuk është negativitet, krejt varet nga ai komponenti i dytë që thash si mendojmë. Nëse kemi mendjen e shëndosh, nëse shikojmë gjërat bukur siç janë se njerëzit thotë pse po therret kafsha. Por gjithë dunjan sot që hahet mish pule, mish viçi, nga çfarë bëhen ato? Picat, të gjërat, të gjitha ushqimet e ndryshme që janë misha. Zoti nga begatitë e tij është që ne ka dhënë kafshët që ne të ushqehemi edhe me to, me mishin e tyre këto. Por ama edhe te kjo që duhet fokusohemi edhe te kjo pjesë që mëshira Zoti e dërgoi pejgamberin alayhis salatu wassalam
mëshirë për gjithë njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mëshirë për njerëzimin në çfarë formet, edhe na tha që i pa në një rast sahabët që merrnin shpatën edhe po e mprehnin në sytë e kurbanit. Edhe i tha, jo, tha, tregu mëshirë, thot, ndaj ti. E di që do e thërësh, e di që ka thot, largohu, thot, mos e shikoj ai tjetri. Kuptimin, delja apo kurbani që do bëhet pra, për hir të Zotit, që mos e shikoj njëri tjetrin kuptimin që do thërë. Por edhe aty edhe në butësi tregon në çastet e thërjes kurbanit. Po edhe pjesa që mprehet, kuptimin që të jap më lehtë, domethënë mos e mundoj kurbanin, të jetë çdo formë pra, formë e bukur dhe e mirë në mënyrë që të arrit ajo me çfarë jemi urdhëruar nga Zoti, qoftë si traditë e profetit Ibrahim, po dhe e trashëguar nga Muhamedi alayhis salam, edhe brez pas brezit nga Islami, edhe nga traditat islame që mbjedhen edhe deri më sot pra, që vazhdon kurbani, është simbolik e bukur, është simbolik për të ndarë në njëri tjetrin, është simbolik gëzimi për të ushqyer, sepse festat janë gëzim për të harje dhe pije, për gosti, në këtë formë pra arrihet pra kënaqësia e Zotit. Kemi, ndoshta do të përmbyllim disi këtë bisedën tonë me këtë kohën moderne që jemi sot, duke ju dhënë edhe të rinjve një mesazh, pse jo. Si të qëndrojnë, le të themi, stoik në atë ushqimin shpirtëror të rinjt në këtë kohën moderne, dhe që kemi shumë rryma të cilat janë prezente. Po, padyshim, siç i përmenda pra, të gjitha fokusi do bëjmë në fund tek ushqimi shpirtëror. Lusë rinin që të gjejnë paqen e tyre, edhe të mendojnë ashtu sikur e bien ndërmend, që në moment që e ka plonuria, sepse shpirti jo çdo herë e kërkon, çdo herë që të thotë, po njeriu duhet të jetë pak i vetëdijshëm, që ashtu siç ushqim trupin, siç ushqim mendin, duhet të kërkojmë ushqimin edhe shpirtit. E në moment që e kërkojmë ushqimin e shpirtit, pra, ta gjejmë përmes shoqërisë bukur, përmes fjalës bukur, përmes lutjeve, përmes namazit, përmes zakatit, përmes ndihmës së dikujt tjetër, pra tek këto gjendet paqja. Nëse njerëzit, posaçërisht rinia, nuk gjejnë paqe sot, por kështu mos e gjejnë atë, qoftë në aventura të ndryshme, ndonjëherë të kërkojnë paqen e të thotë vetë me vete, sonte do shkoj të fal namazin e yatsis. Yatsia ka shkuar vonë, tani verës, është bukur, je i shlodhur nga puna, nga gjërat të ndryshme, shkon gjej paqe pak, siç u ushqeve të trupin, pushove, u qetësove pak. Ora 10, hajt shkoj aty pranë xhamis, qoftë nga xhamit e Ulçinit, aty që është xhamia e Marinarëve të tjerëve, të cilët e gjeni paqen, e gjeni 10 minutshin. I përse jo? Ku ka më mirë se të gjesh paqen aty tek Zoti, ti rikthesh Zotit, të kërkosh nga Zoti paqen, se Zoti është ai që e jep paqen. Edhe pse themi çdo fund të çdo namazit, Allahumma anta salam, dhe me minke salam te barakte adel jalali fran, që ka kuptimin për të rit pra që të jetë një apel dhe domethënien e gjërat që mësojnë. Allahumma anta salam do të thotë pra, o Zot ti je paqja. O minke salam, prej te vjen paqja. Pra prej Zotit vjen paqja, ne aty duhet ta kërkojmë. Apo të bëjmë lutje, se edhe lutja është pjesë e adhurimit shpirtëror. Të gjitha gjërat apo ta definojmë pak më bukur që ti kuptojnë edhe ata të cilët nuk janë drejt për drejt kyshur në besim, pra të gjitha gjërat të cilat nuk janë ushqim i trupit, ta ditë që në ato që nuk janë ushqim i trupit, apo ashtu që nuk shihen sikur ushqyese, atë ajo spiritualiteti janë pra tek ato ushqime shpirtërore. Hyn tek ushqimi shpirtëror, bamirësi dhe këto që ne na duket sikur çfarë fitove nga ajo, ato nuk i shohim. A di pse nuk shihet? Sepse as shpirti nuk shihet. Shpirti pra është shpirt, nuk shihet, është i përjetshëm, kërkon ushqim shpirtëror, e kërkon ato ushqime të dukshëm që njerëzit nuk e shohin, por që e arrin përmes veprës së mirë, e arrin tek ajo edhe kërkon hyjnorën, të gjitha gjërat e mira të bamirësitë e gjashme, me to paqe, ato e gjejnë paqen edhe mbushin shpirtin me ushqim të dur që i duhet atij. Faleminderit shumë për gjitha këto mesazhe që mendoj që bien në vesh edhe të trinjve që i kemi për te ekranit. Faleminderit edhe një herë, Hoxh. Faleminderit dhe juve, gjithashtu uroj që të shfrytëzoj rastin pra që të uroj me rastin e festës së Bajramit, uroj që Zoti na sjell paqe, rahati, dashuri dhe harmoni në shtëpitë tona dhe në shoqërinë tonë ku jetojmë. Gëzuar. Faleminderit. Edhe një herë gëzuar për te ekrani, qëndroni me televizionin të UTA.